Të shumtët kanë shpëtuar dhe janë jetë fatmirësisht. Djem të rinjet fort u vran. Sytë e botës apo flitet për atë banjvrasjesh cilën ka Sali Berishës. Ai nuk ka deklaruar kurrë se nuk i ka vrarë, as se i ka vrarë, por atij shkojnë sytë. Disa batuta cinikësh shkojnë edhe deri në justifikimin e presidentit për çdo krim kundër njeriut në Tropoj. Në fundit thon këta cinike drejta e vrasjes në Tropoj. I takon së pari Berishës dhe këta e lidhin me të qenet komunistë siç ishte. Cilësitë komuniste ishin formuluar kështu: në radh të parë korrigjohu ose mohohen ndëshko atë që ke pranë rreth vetes në fisë familje. Kështu e nisi vrasjen rreth e rrotull vetes Saliu me njër pas vitit 90. Çfarë më bëri së fundmi ta besoj atë skem, jo thjesht si cinizmi i disave. Ishte emisioni Gjërat tona në ABC News ai që më bëri përsëri të më shfaqet skema e njohur. Mes gjithë provash dëshmia e vajzës Haklajve Aishës vjen nga Suedia ku është strehuar për të ruajtur në dry provat e vrasjes së vëllezërve. Tani sapo ka depozituar në SPAK padim dhe prova për vrasje nga Berisha me 10 rafaqe të shkruara. SPAK mund ta hetojë, por edhe mund të lidhet me vrasësit e tu thot kapeni Aishën. Kjo është tjetër gjë. Por po flasim për të gjallët e tjerë, ata që mbetën në Tropoj, domethënë në gjithë vendin. Në dëshminë e Aishës konstatohet një kujdes i tejshëm për të paraqitur vetëm prova të provueshme, edhe pse ka vëllezërit në varre dhe varre të dhunuara, ajo kallëzoi vrasjet e kushërinjve nga rojet e Berishës kur ky udhtonte për në Tropoj. Sepse mjerisht motra e di se presidenti i fshiu provat dhe SPAK-u do t'i thotë si në mbledhjen e partisë o gjej provat o në burgti. Kjo është e gjitha, kjo është ajo që po them se ju drejtohem atyre që kanë mbetur gjallë, jo thjesht në Tropoj, por në gjithë Shqipërinë. Tropoja këtu mund të përdoret si troj. Ata që kanë mbetur gjallë nga dhuna, vrasjet, intrigat, përçudnimet e periudhës së Berishës duhet bëjnë një gjë, ose sakt fare është kjo, duhet mos bëjnë një gjë. Ata që kanë mbetur gjallë nga ajo kohë e egër duhet mos vrasin të gjallët tani. Të gjallët e mbetur duhet mos provokojnë të gjallët e tjerë duke ju prur Berishën para syve. Aq më keq duke e votuar atë, qofshin edhe 10 vet. Çdo vot për Berishën është kërcënim për jetën e të gjallëve. Këta që kanë mbetur në atë kohë tani kanë disa mënyra për të mos u kthyer në vrasës si ustaj atëhershëm. Një mënyrë është që për shembull të mos e lënë vetëm Aisha Haklajn, Aishën ose Muharremin ose Nipa e Mbesa që duan drejtësi. Secili prej atyre që rrojnë në Tropojën e vjetër apo më tej, secili e ka një dëshmi. Sado të vogël mbi atë konflikte, mbi atë vrasje, po të paktën për dhunimin e varreve të djemve të Haklajt. Shumica e atyre njerëzve diçka din, po për zjarrin që i vun kullës së Haklajt, a nuk mund ta dim fqinjet në fshatrat e Tropojës? Puna e Haklajve është tani si puna e hebrejve në luftën e dytë, provë për ne të gjithë. Por them troja si Tropoj sepse nuk është fjala vetëm për ata që mbetën gjallë në Tropoj. Tropoj është gjithë Shqipëria. Sot kushdo që bën thirrje për kthimin e kohës Berishës, ai bën thirrje edhe për ngjalljen e kohës së vrasjeve. Edhe ca nga ata që e kanë parë vendin duke u djegur nga Berisha guxojnë e i shkojnë pas. Krim kundër vendit tënd është ky, kaq e kupton kushdo. Po atëherë pse bëjnë zhurmë elektorale sikur të votohet prapë Sali Berisha? Kjo është jo vetëm tragjike, por edhe e turpshme, sepse ti e ke provuar si ja ka shkatruar jetën njeriu dhe vendit. Atëherë ti mendon vetëm për vete, sikur do të fitosh diçka, ndërsa atë tjetrin le ta vras Berisha. E trisht, jemi në fushatën e zgjedhjeve parlamentare. Të thuash se Berisha të jetë prapë në parlament apo më shumë, nga vrasjet në Tropoj dhe ata që mbetën gjallë vjen mësimi akoma më vyer. Për këta që i rinë afër dhe ndjekin pas, këta ta dinë se djemtë e vrarë në Tropoj ishin besnik dhe të afërt me Sali Berishën, të afërt derisa i vrau. Po me këta të afërm të Berishës, sa nuk ndodh ka njëjta gjë, të paktën kaq të mendojnë ata që mbetën gjallë atëherë, apo t'ua bëjnë peshqesh të tjerëve Sali Berishën se për vete shpëtojnë. Mendojnë se mund të ndodh kjo? A thua mendojnë apo punon instikti? Kjo ka mbetur tani pas vrasjeve në Tropoj. Cili prej këtyre të PD-s të shpëtoi për vete?